Të përshëndes Ervin, atëherë na trego pak kur ka ndodhur eksaktësisht sipas njoftimit të policisë sulmi me armë ndaj godinës së CFO Farmës dhe çfarë dyshon policia për këtë ngjarje? Ju përshëndes, në fakt sulmi me armë ka ndodhur të paktën sipas të dhënave që ka mbledhur policia rreth orës 2 të mëngjesit të sotëm, pra në të gdhirë të ditës së sotme, ku nga një automjet në lëvizje sipër është qelluar me drejtim të CFO Farmës godinës që ndodhet pas krave të mi, siç mund ta shikoni edhe nga këto pamje, me së paku mbi 20 plumba Kallashnikovi dhe më pas janë larguar ende në drejtim të paditur, pasi policia nuk e ka një autor të dyshuar të paktën deri në këto momente. Ndërkohë, megjithatë, sipas njoftimit që është bërë nga ana e policisë së Tiranës, njoftimi në sallën operative të policisë së Tiranës ka ndodhur rreth orës 8 të mëngjesit, ku është telefonuar salla operative duke njoftuar se ka pasur një sulm me armë ndaj këtij biznesi, ndaj fasadës së kësaj ndërtese të CFO Farma, siç mund ta shikoni nga këto pamje, ku janë edhe gjurmët dhe shenjat që kanë lënë plumbat në drejtim të fasadës së xhamit, disa fasada të thyera ku fatmirësisht nuk ka pasur ende persona të lënduar të paktën sipas policisë, pavarësisht se ky godin ruhej nga rojet e sigurisë. Megjithatë ende nuk dihet se pse është bërë me kaq vonesë, mund të themi, edhe njoftimi në policinë e shtetit. Sigurisht po hetohet, janë marrë në pyetje edhe pronarët e këtij biznesi, pra të CFO Farma, për sa i përket konflikteve që mund të kenë pasur dhe çka mund të kenë sjell edhe sulmin me armë, pasi janë mbi 20 gëzhoja plumbash që janë gjetur në vrima plumbash që janë gjetur në ambientet e jashtme të këtij biznesi, pra të CFO Farma, ndërsa siç mund ta shikoni në të gjithë godinën, thuajse në të gjithë godinën ka vrima plumbash, çka do të thotë se qëllimi ndaj saj është bërë në ecje e sipër nga një automjet me breshëri Kallashnikovi, ku fatmirësisht nuk pati persona të lënduar. Po, sa roje sigurie ka patur gjatë natës? Të paktën kanë qenë 2 prej rojeve të sigurisë, të paktën këto janë informacionet paraprake, por megjithatë sigurisht do të bëhet edhe një bilanc nga ana e policisë, por edhe pas hapjes së kamerave të sigurisë për të identifikuar automjetin me të cilën pra është përdorur nga ana e autorëve për qelluar, por edhe dëshmit, deklaratat pra e personave punonjësve të sigurisë të ambienteve të CFO Farmës për të bërë edhe një rezume apo edhe një dinamik të plot të kësaj ngjarje, ku pati vetëm dëme materiale. Po, ndërkaq, vetë rojet e sigurisë kanë mundur të shquajnë qoftë automjetin, a janë marrë ata në pyetje? Pikërisht, në deklaratat paraprake kanë thënë se është qelluar, kanë dëgjuar vetëm të shtënat për shkak se ambientet e rojeve të sigurisë janë brenda ambienteve, brenda oborrit të godinës së CFO Farma dhe është një mur rrethues dhe si duket atyre nuk ka lejuar që të shikojnë automjetin me të cilën është qelluar në drejtim të godinës së CFO Farma, por kanë dëgjuar të shtënat pasi ka pasur breshëri të madhe të shtënave me automatik, me një armë automatike, pra që dyshohet të jetë Kallasnikov, dhe në këtë moment ka njoftuar edhe pronarët e biznesit, pra pronarët e CFO Farma, të cilët si duket pasi kanë ardhur në këtë ambiente për të parë dëmin se çfarë është shkaktuar në biznesin e tyre, orëve të para të mëngjesit, pra rreth orës 8 ka njoftuar edhe policinë e shtetit, ku vijojnë të kryhen edhe matjet, por edhe hapja kamerave të sigurisë, sigurisht marrja e dëshmive si të rojeve të sigurisë, por edhe pronarëve, çka mund të sjellë ndonjë autor të dyshuar apo edhe shkaqet se pse është bërë ky sulm me të paktën 20 plumba në drejtim të CFO Farma. Mirë, Ervin, të falenderoj për këtë raportim dhe informacion që përsolle.